Unë jam quhem Agim Shurdhani, jetoj tu në Gjelan, po prej ardhën e kam prej fshatit Poliç, komuna e Kamenicës. Tu në qytet kemi ra prej 57-ën, 1957-ën, do të t'i bjerti ma të përse 70 vjetë. A mund të na tregu pak ma shumë për shembull për trungën familjare, a jeni martum, sa fëmijë keni? Po, jam i martum, i kemi faktikisht me bashkëshortën 3 fëmijë, djali i madhi ka 43 vjeç, vajza është e dyta faktikisht, djali është i martum, i ka 3 fëmijë, e dyta e kemi vajzën, e është njohtu me një tjartit për Gjermanisë, atë edhe është martu edhe jeton atje. Edhe vogli është djallë për to, i ka 23 vjetë, e ka kryt shkollën e mesme, nuk ka vazhdu, s'ka qenë interesum, faktikisht prej moshës 20 vjeqare punon, që në për kapiteri, në për ku gjenë punë, që 3-4 vjetë që të punon. Po du me të këti shumë vite mrapa, me na të regu ma shumë rreth ditës të martesës. Që shukon, atë që atin gona ato emocione, do detaje që a i monime? Dhe, naturisht ka qenë emocione, se ka qenë që saron ato emocione. Unë me shoqën teme e kam një Selvije, dhe me njohtu 1977-ën. Dhe 3 vjetë që kur këtë lere kemi kalu faktikisht në fejes, 80-ën jemi martu, 1980-ën, dhe që 45 vjetë. Dhe ka qenë interesant atëre, se atëre dashmat faktikisht, kër u martum, janë bërë në për shpia, që u bërë për restorantën në bërësit. A ma mirë në restoran atë shpijat? Ja, të shpia ka qenë, që. Të shpia, dhe thotë. E sa atër s'kanë mujtë muhtu, si kur tash për shemull që pohtonë në restoran ka 300-400 jetë, atër një kom familja ngusht, tonë, dojnë kushtëria të këtu, edhe... A mund është ta ka qenë një rahatima e modhe atë? Ja, ka qenë sigurisht, ka qenë rahatima e madhe, ka qenë mirë, dhe thotë, qashtu, qashtë pa mënyre, nështë, babaja më është, kërë është martu me nanën, ka është me kërë atëre, me kërë me kuaja për lopë, që është qëtë, në ashtu me atërë trend ka qenë kërë, dhe është thotë, se unë jam djali i vetëm në familje. Kemi qenë 6 motra, 4 kanë ndru jetë, 2 janë gjallë. E do thotë unë kam qenë i vetëm edhe ka pas atë, nëse na i kemi pas shpijen bukur të madhe, shpija u kone vjetër, po kone madhe. Ka pas hapësirë për krejt? Po, do thotë kemi tu, jo konën 80 kere, kër ju martune. 80 kere, do thotë ka qenë atër të rreth, me kere që të kemë shku, me kere e pëjë. Që shenë kuna ato ditë të parat, martesës, a ka qenë vështirë më adaptu gruja në atë rast në ashtash? Jo, s'ka qenë pare vështirë, sepse ajo gjatë 3 vjetë që kanë qenë në fejet, ajo ka ardhë, do të thotë, por nuk ka ardhë, po çdo 2 ditë, çdo 3 ditë, 2-3 ditë, o dhe i ka një paka shumë edhe njerëz të shtëpisë? Po, njerëz të shtëpisë, njerëz të tash unë familjar, kështu kushterit parë s'kam, se është interesant. Në shpinë tonë, 4 gjenerata jemi nga një. Unë një, baba një, babgjyqi, një ka qenë edhe sërgjyqi. Dhe thotë 4 gjenerata jemi konë, vetëm ka një mashkull, ka një burë. Edhe... Nështë ka qenë pak barë me konë vishë një mashkull në familja shtëdjore? Perëndia ka dashtë ashtu. E unë e kom thyë pak atë barjerë 2 djemi kam. Po. A ka qenë ato sfidat që i keni pas për shambull, ju si qeft, cilë nashta ka qenë sekreti që ju me kalu mirë dhe me pas një martesë suksesshme? Jo, ka qenë, nështë, janë ato sfidat, ato mos marrëveshjet momentale, ndoshta ditës apo aset, mirë po ka qenë interesant shumë, që
Unë atë botë, ajo ka kalu isha student, qoqja, po ashtu e fejumja ka qenë studente, edhe qka është më rëndësi, ajo e ka qmua, i ka sjellë, i ka ndërru e printemi, se printemi bukur moshtë, atër jem konën, edhe i ka sjellë, i ka do sjellë, qysh o konë, qysh i kemi pa të të radet. I ka respektu, sigurisht, dhe për çdo nevoj, çdo aset i ka e theshme, ose veki qëllaj ka ty, dhe thotë, Ka qenë për shembull me krahasu, nashta edhe trit nuk dojnë u martu me jetu me vjehri. Qa menoni? Që djali 23 vjetë për dhëtë adi shoqja basi në gjeni, vajzja ashtë, jo. Nuk e ti pëse dhëtë jo, lere. Alo, ka vak. Qa menoni për qiftet e reja, njërën se që shpëmartohen tashtë, nashta po eksplorojnë ma shumë partner, nuk po martohen me njëherë, nashta edhe po bashkjetojnë. Nështë, unë jam e atë mentaliteti paka shumë të mosëm, se 70 vjetë i kom mushën prellë. Mirë po, mu personalisht ma mërmendje se mirë është që tash që bashkjetojnë, mund të njifen edhe ma mirë, deri sa të kryojnë bashkëti familjare, faktikisht, deri sa të martohen, mundën mu njoftë, mundën mu... Po rastë që edhe ndohen, mas bashkjetesës ka ndo një fmi, që më nëni? Tash të fmit aty po duhet me mendu shumë. Por për shembull për veti, sa të ndatë botë qoqja, dhe kemi kry shkollën, unë po ashtu me gjithë si kemi kry atë njën e tjetëri, e për krymi shkollën, tani vjen rëndë fëmija. E na faktikisht mas 3 vjetë, 83 në që lindë në gjalli, ma tash 42 ka bo. Edhe, qërëto ka qenë, A ka qenë vështirë mi rritë fëmit në atë kohë, që atë jenë kondë sfida që i keni pas të marrë që i keni fëmita? Personalisht familje teme s'ka qenë vështirë, se unë e kom pas pënu. Unë studimet asë unë nuk i kryta, po u pa ta punësu. Edhe kemi pas të ardhunat mesatare, faktikisht, kemi pas nevojë. Po nuk keni hekë kur gjë, të marrë parasysh dikush që mundohet dhe punon për familjen, atëherë gjithmonë ka me pas qatë synim që me pas familjen e shëndosh, me pas me ongër, me pi, ose me jekë për kur gjë. Po, jo, të nasë nuk është drejt kur, që të më dhënë që thënë që ka pas dhe atër që dvushin, apo s'kishin të ardhunat pa punë, si kur faktisht. Sot, ndoshta është e kundërta, sot po kërkohet pur, po shtirë po gjindën. Nështë edhe po kërkojnë puna më atleta, nuk po mundohen atë shumë të rinjtë për me punu, si kur atëherë ju që keni pas vullnetin për shumë. Atëherë për shumë veç që po punësohet, punë nuk e ke zgjedhë, se ke këshyrë. Veç që po mundësh me i punë, me mbas një rokë solidi ashtu, edhe me mbas familje. Në tash, me mbas e ajo e kundërta. Tash edhe po daljen jashtë rritë, nashtë ajo për përfundojnë studimet edhe po mendojnë që me njëherë mujnë me mridi një rokë shumë të mirë, një punë shumë të mirë, e po daljen jashtë që nashta përshgënjehen me realitetin Kosovë. Tash e ma ndryshe, tash po e kërkoj një standart ma të nartë, ma si tash. Ndonë se edhe jashtë tash, se unë e kom atje vajzën, edhe atje nuk është sikur këtu tash, nuk është sikur ty në here. Këty në here atje ka mujtë me punu një, ndoshta me mbajt familjen, që shtu dhe këtu ka qenë. Edhe këtu, të thotë të ardhunat, ndoshta e sistemi nuk ka qenë bashkë i përshtatshëm për neve, mirë po kanë pas, aty që kanë punu, kanë pas të ardhunat. Për me mbajt një familje, 3-4 antarës, apo 5 antarës, në varësisht sa kanë qenë, sa kanë pas. A mund është me nga tregu diçka për rinin tonë, pra prej që e konë fmi, qysh e ke pas në ashtë adi raportin me prindën tonë, me krahasu të ashtë të që ki me fmit e tu? Eshte, të raportit me prindëve të mi, ata që shme thonë këtyrere, më kanë majtë para dhurgjve, se u kërë një vetëm, që është njëjtë.
motrat e mija, ato që kanë qenë në shpe. Se 4 motra faktikisht janë konë shpe, kanë rritë, ndoshta ma shumë motrat janë kujdes për mu se nona. Edhe të kam pas feminit të areshme, të luntën, të s'kom dje kur gjo mangot, me krasu me tash, une se dy nipa i kom, një vajza, që djali e ka dhe një vajzë. Mirë po me grune e parë faktisht. Pa të mbojë, pa të ndajë, mesa kam vetë me nonën e vetë, e kujdes. E do të ta dy nipa që e kam shpe, kujdes mundona, s'pa ku mundona. Më kujdes me këshyrë, me asi, me dhonë pare, se ma pa ngurim kërkojnë mu para dhe doj një euro, 50 centa, sa do që se prindve. Ndonë se të dy edhe djalli edhe reja punojnë. Mirë po, një farmirë vetëm shka të japin ata se dhja a kanë këtim me ju kërkue. Mu më kërkojnë, mu e din që kam pa te klepa. Në të thonë jo raportin me nipat e juve pas në shumë të ngusht. Ja, shumë dhe setë, thotë. Bile këtë nipin e vogël tash është klasën e 4, deri klasën e 3, une që është a shkollë, shkojshë e marsha. Nëse rrugës i blesha ka diçka ose tanin, ose tek njena, ka vishë me të shkollët. Edhe më respektojnë, dhe dhënë tash, së mundet me dash ma shumë gjyshin se babën të zonë, po... A shpesoj edhe keni ko ma shumë më mirë me ata se sa ju që keni pas është ka ko me fmit e juve. Shkaku që keni punu edhe keni bojt familje. Po, tani kemi punu. Jo, tash, nëse atër ka qenë a i gëzime, aset e fmive, mirë po edhe tash unë ku mundu me përstel, edhe të prindve të me, edhe unë edhe na si familje, si bashkëshart, fmit tonë, të tre fmit. Që janë antë pozitive dhe antë negative që po i kari një asot? Po, unë mendoj se antë, se natyrisht, fmija e duhe se aset, mirë po, qka s'po më pëlqen që shumë përgjën kohën mas t'yne, mas telefonave, mas televizorit e mas aset. Ka është nështë të shani fmi të lujtë më hotë që këtë para 10 vjetët? Po, jo, para 10 vjetët ka qenë ndoshta pagës ma mirë, ndoshta ta është keqë, po ndoshta edhe fmite edhe nipat e me përdori një këto telefone, po mundona ka njerë me ashti që dalmi me sheti, dalmi me hecë. Jo, kur është... Telefone mundet edhe me izolu pak, mos më socializu, mos më najtë një fëmija shumë, as në familjo. Po, kur është koha mirë, të ashtë kemi o borin bukur të madhë, lujmë jo me tap, jo top kambe, jo që në basket, edhe qërtë kaloj edhe ditën, me ta të një dalë një esë një, jo që të më parë këtë pjesë, një pjesë tjera qytetit, edhe fmit e vogël, po mashtrona është mas telefonit, po pritojnë edhe me mësu ka pak, dhëtë me najtë pak ma shumë gati fmive tash, për shkak se mas teknologjisë mujnë u mashtru shumë letë. Ndërsa atër, për shambull, kanë dojnë me lujtë, jënë këtë në shpe, o do është pa tjetër në mësu, po ta është do të edhe me najtë mas të. Jo, po do të me najtë, edhe reja dhe djalli i rrim paka shumë, të thotë, se më janë dalu, s'janë dalojnë, po ka një, që është me thonë, me masë, që është me thonë, që është kemi thonë akcionere, me masë, që ata është trendi kosti, s'mund është me njanu kretë, ose me largu, edhe... Jo, pa tjetër, antë pozitive që i kari një atash? Pa kam tash, janë, që me thonë, ma të lirë. Të nere kam pas një varë mbi këqyrje ma të reptë. E tash jo, tash janë ma të lirë. Unë e shohë djallin të emë këtë nere, për shemë,
prindve, do më dashta e kom pas atë respektin e kom edhe motrave. Më të regosha për shemë që po dalë me lujt me fmit ma halës apo dalë, po asit. E tash ma, sot pak ma asit, tash dalin herë pysin, herë vesin, herë në vesin e të do. Radë dhe që të regojnë, e përshkojtë një shaky, se nipi madhi ka mbush 15 vjetë, tash klasën e 9. Është ajo faza adoleshencës që dhe rebelion ka pak? Po, duhet me kuptu, Unë e kuptoj për vete, asit. Nuk ja imponoj të azom atë kujdesin që e kom pasën për fëmijët e mi me pasë për ta jo. Pa që dhe më tonë liria është shumë e çmuar në këtë rast se kanë liri, po edhe i kanë ata kufindë, ta është edhe kanë aksesin në internet, shohin çka është mirë, çka është keq, shumë a letë sa ka. Jo, mundin me dallu, natyrisht, ajo është me kohën, me jetë me kohën, ata do të me jetë. Unë për shemë nuk ja imponoj, jo, mos e kështë televizorin, jo ato, jo mos kasi me telefon. Telefonin temë, unë e kam telefonin ma shumë e mana e lipi i vogër, që të mos e aset. Ja, u cilë telefonin na i kojtë na herë? Jo. Cili është një mesazh që ja kishë dhënë shikuesve tonë si gjeneratës të re, po ashtu edhe të vjetrës, do të thonë një këshill prej juve? Po gjeneratës të me thonë qenë ma praktik me fëmijët, unë po dëgjoj, që jo vonë bajat, jo prend, jo gjyqe, të dhe gjenerata, jo, unë jam për ata me i përkra, me ju ndimu, me asi. E gjeneratës të re? Gjeneratës të re, po ma tepër me qenë lidhën me prindrat, bartën me gjyshe, nëse i kanë, apo me hala, nëse ka që... Me pas një raport pak ma të afërt? Ma të afërt, të thotë se... Shivë, neshe ta shpmitë, një patemitë të zonë po këthejnë ata, ma rrallë vinë të one për shemulla, se që dalin, se që rrinë në familje, edhe nëse janë vetë, nëse janë prindrit, ma rrallë vinë të one. Në thonë se shumicën në rastë po do të beshku, mi thonë, hajde se po dalmi po edhja, po dalmi po lujma, po shkojmë dikun të noj motër e janë, të ndoj nipa, mesat e mija, motrave. Unë vëshë që ju këtë në shumë të lidhën, familja pas një ruj, do me thonë, traditën tonë qytare me kun familja e lidhën, edhe e të jasë. Mund të thua se, po, jemi të lidhën, e kom vazhdu ata si qërtu qysh mundonë, as paku mundonë, asaj arrit, asit. Ato të mira do të gjithmonë me vazhdu me kulturën, e njëjtë me ajep edhe fëmijëve dhe nipave e më radhë. E përsa edhe nipat kanë me pas, atëherë, ende kanë me të kujtu kur të vinë ditë të tua. Qashtu, më mërmenda sa ata të bojnë, që djali jam shpesh e bojnë, o babi, më shumë ma shumë e fëmi, këshyre penzin tonë, këshyre punën tonë, dil, shko, asit, mi po, unë me gjitha te rrime ta rrujë. Nuk mundi mi u ndohet? Ja, s'mundi, është e pa mundi me që më ndasë. Mirëna, faktisht, që tash më pension s'kom pun tjetër, mirëna me ta, kryesisht. Faleminderit shumë për këtë intervistë, besoj që edhe ju keni kalu mirë, si që kemi kalu edhe na. Faleminderit mirë.
Faleminderit.